Sot të premte në drejtësia në Kosovë. Kush janë personat e maskuar të cilët në emblemën e UÇK-s e kidnapuan nga shtëpia e tij Haxhi Perteshin në qershor të vitit 1998. Edhe baba o kom rana të pi qaj, na jemi kon jashtë, qikat. Edhe kanë ardhur dhe kanë thirrë 2 vete dyrt. Baba e ka një cigare, ati ushtarit, boni ushtarin e njoftë ose kushish. Sa misione vendore ndërkombëtare dështuan për ta hetuar këtë rast? A dështoi edhe prokuroria speciale në hetimin e këtij rasti? Këta po presin me djeg njerëz, me djeg dëshmitar, edhe më shkruaj të sa. Pse 6 nga 7 personat e përfshirë në këtë rast nuk janë pjesë e aktakuzës? Si e shpjegon e prori i UÇK-s Remzi Shala përfshirjen e tij në këtë aktakuzë? Asoj unë se kom marrë qatë njerin, se unë kom lexuar gjitha deklaratat atyne, unë nuk e di kush e kam i babën atyne. Dhe në fund, ndiqeni rubrikën Policia. Drejtësia në Kosovë, çdo të premte në 22:20 dhe repriza të hënën në mesditë.